Mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot kam vendosur që të përgatis petulla tullumboce me moja buke. Përgatitja është shumë e thjeshtë, e lehtë. Besoj se keni me ngelu të kënaqur nga kjo recetë e këtyre petullave. Filloj me përgatitjen, kështu në një enë më të madhe e hedhim një gotë me kos, gota 200 ml, këto jo gota e nga 250 për atë arsye nuk e kam mbushur plot, dhe duhet që të sigurohuni që kosi mos jetë shumë i ftohtë. Ta largoni nga frigoriferi 10 minuta pa bë përgatitjen e petullave, e hedhim në enë. Tek kosi shtojmë një gotë me ujë të vakët. Mirë po në fillim e përzim pa kosin, kështu, dhe ja shtojmë ujin, uji 200 ml, gjithashtu duhet jetë gota, e përzim mirë që uji dhe kosi bëhen një masë. Pasi e kemi përzim mirë kosin dhe ujin e vakët, si që shihni, atëherë tek masa hedhim një lugë gjelle me sheqer, përzim, një vezë, dhe një lugë të gjellës me moja buke. Tash pak më gjatë do e përzim rreth 1 minuti që moja e bukës të aktivizohet pak. Pasi mirë e kemi përzir mojën e bukës, atëherë ja shtoj mielin. Këtu kam rreth 600-650 gram deri 700 me miell. Ja hedhi një pjesë mielit dhe ja shtoj kripën. Kripën asesi nuk guxon që t'i hidhet direkt, por vetëm në miell. Do e përzim dhe më pas do ja shtojmë pjesën tjetër të miellit. Prosi që ceka në nevojitën rreth 650 deri 700 gram me miell. Zakonisht varet nga mallësia e gotave që ja hedhni, mallësia e vezës dhe marka e miellit. Përzim. Formu një çulli trash si që shihni. Ja shtojmë dhe pjesën tjetër të miellit dhe tash brumin do e punoj me dorë. Kemi formu dhe brumin e petullave, si që shihni është një brum pak i ngjitur. Atëherë enën në të cilën ndodhet brumi e mbuloj me një kapak kështu, apo me një foli najloni dhe e lajmë në ambient ngrohtë dhome rreth 30 minuta që masa e brumit dyfishohet. Pas 30 minutave, masa e brumit ka fillu që dyfishohet, si që shihni. Atëherë, masën e brumit do e largojmë nga ena dhe do e kalojmë tavolinën e punës. Mirë po në fillim në tavolinën e punës hedhim miell dhe e kalojmë brumin. Brumin do e punojmë përsëri, do japim një formë të rrumbullakët. Është formu një brum i butë, shumë është një brum i mirë. Hedhim miell përsëri në tavolinën e punës dhe fillojmë që me anë të shkopit për gatim ta hapim brumin në një formë drejt kançi, do ishte më mirë nëse hapni në një mallësi trashësi, fani rreth gjysmë centimetre.
Pasi e kemi hapur brumin në një gjatësi rreth 50 cm dhe trasi gjysmë centimetër, atëherë do e presim. Mund ta preni në çfarë do lloj mënyresh, mirëpo në mënyrë katrore është më praktike, me anë të një thike picash, më lehtë do e keni. Pra e prejmë kështu në katror, mesatar, jo shumë të vegjël. Dhe pasi kemi bërë prerjen e petullave, atëherë i mbulojmë kështu dhe i lajmë dikon për 6-7 minuta që masa e brumit përsëri të pushoj. Pasi brumi i petullave ka pushu dikon rreth 7 minuta, atëherë filloj me fërgimin e tyre. Filloj me fërgimin e petullave. Në një tigan hedhim rreth 350 ml me vaj. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e nxehim vajin. Vetëm se është nxeh mjaftueshëm, atëherë fillojmë që t'i kalojmë petullat në vajin e nxehur. Dhe petullat do i skuqim kështu nga të dy anët, dikon për 3-4 minuta, nga njëra anë duke i fërgu kështu në temperaturë mesatare. Petullat tash i kthejmë nga ana tjetër, siç e shihni janë fryer, për atë arsye quhen petullat tullumbace. Gjatë fërgimit të njërës anët po fryhen nga ana tjetër. Kanë një aromë jashtëzakonisht shishme. Kush i përgatit nuk do e ndroj receptin e petullave. Dhe nga kjo anë i fërgojmë dikun për 3-4 minuta në temperaturë mesatare. Petullat janë fërgu mjaftueshëm, atëherë i largojmë nga zjarri, i vendosim në një tepsi apo një enjë tjetër, varet se çka doni. Dhe në mënyrë të njëjtë vazhdojmë dhe me fërgimin e petullave tjera, duke i hedhë kështu në vaj të nxehtë dhe duke i fërguar nga 3-4 minuta nga të dy anët në temperaturë mesatare. Dhe petullat janë gati për servim, kanë dalë shumë të mira. Ta largojmë një dhe ta ndajmë, ta shihni në mes se si ka dalë. Ja se si duket. Shpresoj të keni ngelur të kënaqur nga kjo recetë e petullave tullumbace. Miru takoshmi për receta tjera tradicionale.